Përshëndetje nga Elena Demollar, astrologe. Do bëjmë parashikimin javor për këtë javë duke filluar me letra tarot. Çfarë do të thotë energjia e gjitha shenjave të horoskopit. Do fillojmë me shenjën e parë, shenjën e Dashit. Dashi, juve të shenjës së Dashit, një kuror me shere debati, një kredi e marrë, një transformimi papritur, një shkatrim, një ndikim, ka ndikuar dhe çik Marsi, e keni ndirë veten pak të shkatruar në lidhjen tuaj të dashurisë, po do jeni në transformime, do keni transformime. Duhet keni kujdes nga personat materialistë që mund të ju transmetojnë një energji negative, ose personat që mund t'ju duan për interesat e veta. Keni kujdes pjesë mashtrimit, manipulimit, intrigës, se dikush do tentojë t'ju gënjë, të mashtrojë, t'ju manipulojë. Keni kaluar shumë situata të vështira, por do i kaloni me sukses, suatat, dhe për momentin mund të keni situata të vështira, do i kaloni me sukses. Mërkuri mund t'japi pak rëndes psiqike, psikologjike, do manifestoni, do e kapni situatën në dorë. Në lidhje me dashurinë ndjeni pak zemërtyer, mund të keni një lidhje ndau bashkëkohë shumë zemërtyer, mund të përjetoni dhe një divorc, po duhet keni kujdes në lidhjen tuaj të dashurisë. Me një vendimarrje do mirëni një vendim, mund të keni një ribashkim, një ripajtim, mund të keni një partneritet, mund të keni një ortak, do përballeni edhe me personat që janë xhelozë, nuk ja tregojnë atë xhelozi, më përpara i keni marrë vendime të nxituara, por do keni nisma të reja dhe do keni një energji pozitive juve të shenjës së Dashit. Vazhdojmë me shenjën e Demit. Çfarë do na thot energjia e shenjës së Demit? Demi, juve të shenjës së Demit duhet të keni kujdes nga personat që nuk shikojnë ndërtimet e tyre, shpifin, mashtrojnë dhe pjesërisht kanë spionazhin. Keni qenë në pritje të shumë live, dikush ju ka prerë gjërat në mes. Do bëni udhëtime të gjata nëse keni menduar por udhëtime të gjata. Do gjykojeni për marrëdhënie që keni dhe keni një pozicion të mirë. Do rilindi diçka e re, keni Plutoni që do t'ju japi një rilindje, nëse keni bënë me seancë gjyqësore do paleni, një kontratë pune, një firmë, një dokument që do firmosni, do keni një ngritje ekonomike financiare. Nëse juve të shenjës së Demit keni biznesin tuaj, do keni një ngritje ekonomike në biznesin tuaj. Do dëgjoni për një shtatzani, nëse keni planifikuar për një shtatzani, por vendusi mund t'i bllokoj pak në dashuri, mund t'i japi stres e mërzitje. Bllokimi, po të zgjidhen gjërat me kreativitet, do keni rrugë zgjidhje. Ëndrat i keni gjithmonë para lajmërin, do keni një komunikim të vazhdueshëm me universin, do keni një balancim, shumë thashë theme keni pasur në ajër, diçka e re po i vjen. Agjenci udhëtimi do mirni një përgjigje, për po mund të jetë një takimi rastësishëm për juve të shenjës së Demit. Binjakët, juve të shenjës së binjakëve, të ullur të mërzitur një pemë duke menduar mirësinë e keni përpara vetes, po universi do t'i japin dhuratë të bukur. Jeni në pritje të disa lajmeve, do mirë lajme të mira, ndryshime për shenjën e binjakëve. Ju pëlqen shkrimtaria, piktura, poezia, arti, profesioni punës tuaj, ju pëlqen një zanat i dytë, nëse keni të bëni me seanca gjyqësore dhelcin, do dilni të fituar, nga ana financiare do jeni të kompletuar dhe do mirëni lajme të mira. Fejsa, martesa, tavolin, ditlindi, do gëzojni, do mirëni lajme të gëzuara juve të shenjës së binjakëve. Gaforia, parashikimi për shenjën e Gaforis, për momentin do jeni pak konfuz, lidhje dështuar, mendrat kota, iluzionet kota, jeni shumë konfuz, do keni takime, telefonata, udhëtime të furishme, komunikime, çdo situatë keni dalë përpara, çdo fortune, por do përballeni edhe me persona që mund të jenë serio dekore dhe kur ka bëjnë nuk i pranojnë asnjë gabimet. Një diplom, një mastër që do mirëni në punën tuaj, do korni sukses, por duhet të keni kujdes me shoqëritë misit falso. Për momentin mund të keni gjërat e ngrira, por universi do eci përpara. Jeni super të mingarkuar, keni një mingarkesë, mos mirëni opinionin e tjerëve, duhet të ecni përpara. Do keni instabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim jashtë shtetit. Ju pëlqen më një zanat të dytë, një profesion të dytë, ngritje ekonomike financiare, fejsa, martesa, planimetri në blerje shtëpi, do jeni do gëzoni, do lodroni, por duhet të shmangni shere debatit, konfliktet, mos marrëveshjet juve të shenjës së Gafores. Luani, juve të shenjës së Luanit mund të jeni pak gjendje ankthi, gjendje stresi, një energji negative, mendime të këqija, izolime mentale, konflikte me veten, duhet të hiqni mendimet të këqija, duhet i besoni intuitës tuaj, energjisë tuaj, mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime,
fatin në prej me gëshër, mund të shkojnë gjëra diku pritet nec, mund të përjetoni një tragjedi, një paciket, si do ndjeni vetëm pak të blokuar, si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen tuaj, do të shlirojni nga bllokimit që keni, do përballeni me persona që janë të lëkundur në mendimet e tyre, kanë mundësinë për të ndihmuar dhe një lajm do e mirni të mirë, një lajm do e mirni të idhur. Për momentin mund të keni gjërat pezull, po të zgjidhni gjërat me kreativitet dhe juve për shenjat të Luanit. Virgjëresha, juve të shenjës së Virgjëreshës duhet të keni kujdes se mund të keni një humbje parash, një humbje pune, një humbje dashurie, distancë, largësi, varfëri, krizë në partneritet, të distancuar, të larguar, një varfëri, një mizerie, jeni në kërkim të një shtëpie të ngrohtë. Mos i bëni gjërat me sy mbyllur se nuk e kuptoni se çfarë po ndodh mbrapa vetes tuaj. Keni armën e besimit, armën e zemrës do ndihmojnë nga gjysmë ëndër dhe gjërat do shoqërohen pak nga pak, por nuk jeni të sigurt. Nuk jeni stabil, thoni ndoshta po, ndoshta jo. Do keni një dashuri pasionante, pak pengesa në partneritetin tuaj, mund të keni dhe xhelozi. Do derdhni lot, keni qarkit në lotuar për një person që keni humbur, për 3 kërkesa e refuzuar, 2 përgjigje do parashtrojnë. Nga ana financiare keni pasur një lëkundje, por do keni një stabilitet. Jeni në kërkim të diçka e duhet të prisni dhe pak, kohët e fundit e keni ndier veten të vetmuar, por në fund fare do mirni lajme të mira. Fejesa, martesa, tavolinë, ditëlindje do mirni lajme të gëzuara juve të shenjës së Virgjëreshës. Peshorja, juve të shenjës së Peshores duhet keni kujdes. Dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, një dorëheqje nga puna, dikush i ka prej mbes ose do t'ju presin mbes, duhet të keni kujdes. Gjërat i keni të turbullta nga yt, po do keni qartësime, do keni pak pengesa, po do i kaloni pengesat. Nga ana shpirtërore do gjeni qetësi shpirtërore, duhet keni kujdes se mund të keni edhe pak probleme me shëndetin, do vriteni shpirtërisht, e kujtoni shumë po mirin tuaj, lidhjen tuaj, të kaluarën tuaj, dikush do ju kërkoj të falur, udhëtim tregëtie biznesi duhet të ecni përpara, mos e ktheni kokën mbrapa, çfarë keni kaluar. Më përpara mos e ktheni kokën mbrapa, nëse keni të bëni me çështje prona do bëhet një problem i madh, por do keni edhe një ngritje ekonomike juve të shenjës së Peshores, por duhet keni kujdes tradhtit. Akrepi, juve të shenjës së Akrepit duhet të shmangni shere debatit, konfliktet, mos marrëveshjeve, një konkurrencë, nëse keni të bëni me çështje pronash, duhet të shmangni, por do keni një pozicion të mirë. Keni të bëni me persona që janë xheloz dhe nuk ja tregojnë atë xhelozi. Duhet të jepni drejtim vetes tuaj, duhet keni kujdes nga persona të tretë që mund t'i transmetojnë një energji negative ose mund t'i presin gjërat në mes. Fillimet të reja, një dritë jeshile, universi do t'i japi një dritë jeshile, besoni shumë te universi, besoni shumë te Zoti, për njerëzit mund të jeni negativ, por për Zotin jeni të bekuar. Keni bekimet e Zotit, do përballeni me persona që janë xhelozë, nuk t'ja tregojnë atë xhelozi, rotë e fatit është në drejtimin tuaj dhe persona të tre largojnë nga jeta tuaj, nëse ju keni armike kundërshtare, keni Jupiterin që do t'japi nisma të reja. Do keni shumë mundësi për të ecur përpara juve të shenjës së Akrepit. Juve të shenjës së Shigjetarit, Mërkuri mund t'japi pak rëndet psiqike, psikologjike, po do manifestoni, do e kapni situatë në dorë, duhet keni kujdes nga persona që janë materialist, duhet keni kujdes nga persona që gjatë kësaj jave dikush do tentoj t'ju gënjë, t'ju mashtroj, t'ju manipuloj. Në lidhje me dashurinë do jeni pak zemërtyer, do jeni vetëm pak të shkatruar, po keni transformime, ndryshime. Me një vendimarrje do mirni një vendim, do keni ribashkime, ripajtime, partneritete. Mund të keni edhe një ortakëri, duhet keni kujdes nga persona që nuk shikojnë ndërtimet e tyre dhe pjesërisht kanë spionazhin, do jeni në shumë lajmeve, po dikush, një person mund t'i presi gjërat në mes, do firmosni një kontratë pune, një firmë, një dokument, do gjykojni për marrëdhënie që keni dhe keni një pozicion të mirë, do rilindi diçka e re, keni Plutoni që do t'japi një rilindje, do bëni një udhëtim të gjatë, do keni një komunikim të vazhdueshëm me universin dhe do keni balancim, do gjeni shërim juve të shenjës së Shigjetarit. Bricjapi, juve të shenjës së Bricjapit jeni shumë luftarak për veten tuaj, keni veshur veshën e çelik, do ecni përpara, do e plotësoni dëshirat tuaja, do dëgjoni për një shtatzani, por Venusi mund t'i bllokoj pak në dashuri, mund t'i japi stres, mërzitje, bllokime, por në fund fare do keni rrugëzitje, nëse keni pasur probleme me biznesin tuaj, do keni rrugëzitje, ngritje ekonomike, financiare, ju pëlqen të bëni një zanat të dytë, një profesion të dytë, profesion e punës tuaj, do mirni lajme të mira, nëse keni bëni seancë gjyqësore drejtësi, do mirni lajme të mira, do dilni të fituar në gjitha drejtimet, nga ana financiare do jeni të kompletuar, do
Krijesa martesa tavolin ditlindje, do gëzojeni dhe do keni një energji pozitive juve të shenjës së Briciapi. Ujori, juve të shenjës së Ujorit do keni një super mingarkes, do jeni të mingarkuar, po mos merrni opinion tjerëve, duhet të ecni përpara. Do keni stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim një shtetit, një diplom, një mastër që do mirë në punën tuaj. Do ecni përpara, po duhet keni kujdes me shoqërit me si të falso. Jeni në pritë disa lajmeve, do mirë lajme të mira, me një vendimari do mirë një vendim, do keni një ngritje ekonomike financiare, nëse keni menduar për projekte, dëshira juaj do të bëhet realitet, të keni takime, telefonata, rikthime, udhëtime të furishme, komunikime, çdo situatë keni dalë furishëm, do mirë lajme të mira, dhe do të gjeni një qetësi shpirtërore juve të shenjës së Ujorit. Peshqit, parashikimi për shenjën e peshqve, juve të shenjës së peshqve duhet të keni kujdes, sidomos të japë se mund të ndodhi një tragjedi ose një fatkeqësi. Do jeni gjendje ankthi, gjendje stresi, energji negative, mendime të këqija, izolime mentale, duhet të hiqni mendime të këqija, pakërësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, fatin do prej me gëshër, do i shkojnë gjëra diku pritet mes, duhet të hiqni dorë nga ëndrat e kota, iluzionet të kota, do e ndini vetëm pak të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat duhet çlirojni nga bllokimet që keni dhe çdo gjë do dali sheshi. Duhet i besoni intuitës tuaj, energjisë tuaj, keni qarkin e lutuar për 3 kërkesa i refuzuar, 2 përgjigje do e parashtrojnë, mos mirni shumë opinion të tjerëve, duhet të ecni përpara, duhet keni kujdes me persona që janë me 2 fytyra, persona të maskuar, keni kaluar shumë situata të vështira, por do i kaloni me sukses. Për momentin mund të keni gjërat pezull, po do të zgjidhni gjërat me kreativitet se do keni rrugëzgjidhje. Më përpara keni marrë vendimet të nxituara, po do keni nisma të re, do keni një energji pozitive. Ky ishte parashikimi javor për gjitha shenjat e horoskopit me letra tarot. Ju uroj fat.